Vlen po flet me vepra. Për 2 vite në pushtet kemi bërë më shumë se sa BDI për 2 dekada. Investim historik prej 74 milion eurove për spitalin klinik të Tetovës. Koridori 8 po vazhdon. Autostrada Shkup-Blac po përfundon. Investimi më i lartë kapital në arsim prej 22 milion eurove për kampusin e universitetit. One Stop Shop në pikat kufitare, rritje të pagave dhe pensioneve, vaucher për studentët, zhvillim ekonomik, mbështetje të sektorit privat, mbështetje për bizneset e reja, akreditimi i medreses Isabeu, rritje nivelit të punësimit të shqiptarve, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligji i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Asnjë skandal korruptiv apo ndonjë rast i montuar që shpesh në të kaluarën jemi mësuar të shohim rastet. Të gjitha këto dhe shumë të tjera mbajnë vulën vlen.